Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Të dashur dëgjues, në këto çaste ju ftojmë që të lutim së bashku lutjen e Engjullit të Thënë Zot dhe orën e mesme. Në emër të Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Amen. Engjëlli i Zotit ju fal zojës Mari. Ejo ngjizi për virtyt të Shpirtit Shenjtë. Të falemi Mari, hir plote e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Ja shërbëtorja e hyjit, U bëft me mua si është fjala jote. të falemi Mari, hir plote e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. E fjala u bë njeri. E banoj ndër ne. Të falemi Mari, hir plote e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Lutu për ne, e shenjtja nën e hyjit, Të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. të lutemi. Hirin tënd po të lutemi, o Zot, ndikoje në shpirtin ton, që sikurse në lajmërimin e engjëllit, na e zbulove mishërimin e birit tënd Jezu Krishtit, në përmundime e kryq të tij, na udhëheq në lavdinë e ringjalljes, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdia Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdia Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdia Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Po themi një atyën të falemi Mari për shpirtrat të purgatorit. Ati ynë që je në qiell, u shejtroft emrët, ardh mbretëria jote, u bëvt vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plote e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Jepua, o Zot, pushimin e pasosur, Dhe i shndri drita e pambaruar. pushofshi në paqe. Amen. Engjëlli i Zotit, që je rojtari im, pasi hyje për mëshirë të vet, më ka lënë në mbrojtjen tënde. Ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. Tani po vazhdojmë me orën e mesme, sot është e shtunë, java 2 e kohës së ardhjes, psalmet i marrim nga java 2 e psalterit. O hy më eja në ndihmë, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdia Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Mbreti fort hyj i vërtet, që sundon të gjitha sendet, me ndriqim pajis mëngjesin dhe me zjarr shkëlqen mesditën. Shuaj flakët e shamatave, flakës jarrin e dëmprursve, jepu trupave shërimin dhe të vërtetën paqe zemrave. Bëjo atër drejtësi dhe t'i birë baraz me atin, bashkë me shpirtin ngushëllimtar, që mbretroni ndër gjithë shekujt. Amen.
Antifona. Engjëlli Gabrieli tha Maris, të falem o hir plote, Zoti me ty. Psalmi 119, pjesa e 11. Po më shkrihet shpirti në pritje të shëlbimit tënd, kam besim të plot në premtimin tënd, syt po më shteren prej dëshirës së fjalës sate, e them, kur do të më japësh ngushëllim? U bëra si rësheku në tëm, por nuk I harrova rregulloret të tua. Po edhe sa ditë do të rroj shërptori yt, kur do t'i gjykosh për ndjekësit e mi? Më hapen gropa krenarët që sjetojnë sipas ligjit tënd. Të gjitha urdhërimet e tua janë të vërteta, dije keqas më kanë salvuar, deh më eja në ndihmë. Për pak sa s'më rrëzuan për dhe, megjithatë unë nuk u shmange urdhërimeve të tua. Më përtri pash dashurinë tënde, e unë do t'i ruaj dëshmitë e gojës sate. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Psalmi 61, urata e 1/3. Vështroje o hybrit mëntime, dëgjoje uratën time. Nga s'ka I dheu të thëras në ndim, se më ka lëshuar zemra, më qotë shkëmbi ku s'mund t'afrohem. Sepse ti je shpresa ime, kala e fort përballë armikut, për je do të banoj në tendën tënde, do të gjej mbrojtje në sqetullën tënde. Sepse ti o hyji im I pranon kushtet e mia, u jep trashëgim atyre që e druajnë emrin tënd. Ditë mbi ditë shtoi jetës së mbretit, vjetët e tij zgjatin nga breznia në brezni, le të mbretroj gjithmonë ndër sytë e hyjit, roj I u bëfshin hiri dhe e vërteta. Kështu do t'i këndoj këngë emrit tënd pa pushim, do t'i plotsoj kushtet e mia si një ditë për ditë. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Psalmi 64, urata kundër tmerrit të armikut. Dëgjoje o hyj zërin e vajtimit tim, ma ruaj jetën prej tmerrit të armikut, më mbron nga përbetimi të mbrapshtve, prej grumbullit të atyre që veprojnë keq. Prej atyre që e mprehen gjuhën e vetë si shpat, që vjellin si shigjeta fjalë të helmuara, për ta shigjetuar në mohtë pa fajshmin. E shigjetojnë papritmas e frikë nuk kanë, ata marrin guxim në synimet e veta të këqija. Shestojnë si t'i vën fshehtas leqet e veta, e thonë, kush mund t'i shoh? Synojnë pa udhësi, I çojnë në vend synimet e parapara, humner është njeriu, gremin zemra e tij. Por hyi shigjetoj ata, pa prit mas I mbuluan plagët, gjuha e vet ata I sharoj, kush I sheh I habitur luan kokën. Të gjithë njerëzit do t'i kap frika, do t'i kumtojnë veprat e hyjit, mirë do t'a kuptojnë zhbërja I. I drejti do të gëzohet në Zotin, në të do t'a ketë shpresën, me të do të mburën të gjithë të ndershmit në zemër. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Engjëlli Gabriel I tha Maris, të falem o hir plote, Zoti me ty. Leximi I shkurtër I orës së 6 marrë nga libri I Isaias profet, kapitulli 4, rishti 3. Do të ngjajë atë ditë, kush do të mbetë gjallë në Sion, kush do të shpëtojë në Jeruzalem, do të quhen të gjithë shenjtër e do të regjistrohen se në Jeruzalem jetojnë. Pash mirësinë tënde o Zot, le të bjerë ndërmend për ne. Eja e na vizito me shëlbimin tënd. Të lutemi. Po të lutemi o hyj gjithpushtetshëm, le të ndriçojë në zemrat tona drita e lavdisate dhe dëbo prej nesh çdo errësirë nate, që ardhja e të një lindurit birit tënd të dëftoj se jemi bijtë e dritës, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt prej çdo së keqeje dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.